depa e re ka një kapacitet për 500 metra kub, zgjidh përfundimisht problemin e furnizimit me ujë të fshatit Dërmi. Krahas depos është shtuar dhe rrjeti i transmetimit të ujit, rreth 2600 metra linear tubacione, sipas standardeve më të mira. Vlen për t'u theksuar që Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë implementimit të 2 projekteve në Dërmi 1 dhe Presko 2 ka aplikuar standardet e KFV-s gjermane. Janë të njëjtat procedura, standarde. Ky është për fshatin dhe është tjetri poshtë për plazhin. Është Është vetëm për fshat. Dhe këto të dy janë gati për sezonin. Për sezonin, patjetër. Domethënë Mbas 20 ditësh, qytetarët do të kenë ujë 24 orë. Mbas 1000 vjetësh domethënë do të kenë 24 orë ujë të gjithë ata që vinë të pushojnë në Dërmi. Ky është lajm shumë i mirë. Plus që nga operatorët turistik kemi marrë informacionin që gjithçka është e pranuar dhe kërkesa, sidomos nga vendet e Europës Veriore, është 25% më e lartë sa mundësia për ta akomoduar. Sidoqoftë, lajmi i madh është që uji nuk do mungoj më në Dërmi për gjithë pushuesit dhe për banorët pa diskutim. Gjë e vogël në dukje, po shumë e madhe, po të kemi parasysh se çfarë piciri kanë heqë njerëzit gjithë këto dekada edhe shekuj.